Shkugëza po vazhdon të jetë e frekuentuar nga qytetarët e Gjakovës për ecje dhe rekreacion. Grup mosha të ndryshme çdo ditë zgjedhin të kalojnë kohën në këtë zonë. Shumë natyra bukur, shumë koha mirë, shoqëri për merë, u qel koha, na po ecim ka pak, nuk po nalem hiç. Se tash edhe mosha pe bot vetën, çka po na man. A ecni çdo ditë kësaj rruge? Për ditë ecim. Për ditë çdo mëngjes jemi këtu. E kemi bo Shkugëzën si shtëpinë tonë dytën. Jemi mështërit për ditë që. Tash për shkak moshës, edhe na vyn pak me ec, dyku dalim ka ora 9, veç e bojmë qëtë marshutën dhe atje, kthehem kada ka dale, na vyn lëvizje se mosha pidon ata. Hapësirat e Shkugëzës janë shumë të mira edhe për aktivitetet fizike, thanë dy të rinj, njëra prej tyre sportiste. Unë dal me ecë çdo ditë, ma shumë në mëngjes, është edhe orë më i pastër, edhe me që jam edhe sportiste, më bën mirë edhe për shëndetin tam. Jo çdo ditë, për shkak se unë vrapoj, me qenë se këta që dalin me ecë bën çdo ditë, po na që vrapojmë është mirë një ditë mi bo pushim për shkak muskujve. Ata që dalin me ecë muin vazhdimisht çdo ditë me dalë. Kurse na një herë, 3 herë në javë është shumë mirë për muskuj dhe për trup. Kjo është mrekullia që e kemi në Gjakova. Është diçka e papar. Jashtëzakonisht është e mirë. Përveç ecjes dhe vrapimit, shumë qytetarë zgjedhin Shkugëzën të kalojnë kohë relaksi edhe në lokalet përreth kësaj zone.